Sot pas ditën kuvend shpërtheu fesa e demokratëve për arrestimin e Federica Mogherinit. Ina Zhupa folja aq e lumtur e thua se ishte arrestuar një ministër i Edi Ramës. Në fakt Mogherini s'ka më lidhje me Komisionin Evropian, i cili sot kontrollohet prej partive popullore europiane, dhe ky komisioni ka punët me Edi Ramën 10 herë më mirë se sa ai ku bënte pjesë Mogherini. Mogherini është ndaluar për shpërdorim parave të BE-s dhe jo të shqiptarëve. Por ky rast është i fundit që tregon gjendjen në cilën gjendet opozita shqiptare sot me në krye Sali Berishën. Ndërsa situata e vështirë në cilën gjendet mazhoranca sot minimalisht duhet kishte tundur atë nga themelet, ndodhe kundërta. Por zyrës e Edi Ramës dje edhe ato pak figura që ishin rreshuar ishin prej kartoni. Ministra dhe ish ministra të qeverisë të hetuar nga SPAK, pra prodhim i drejtësisë re dhe jo i Partisë Demokratike. Partia Demokratike kishte sërish më pak njerëz se sa policia uniforma për të mbrojtur një ndërtesë nga fantazma e një opozite që nuk ekziston më. Po ndërkohë përpjekjet për t'i marrë opozitës kreu nuk ndalojnë dhe po vazhdojnë në disa drejtime. Për shembull, ndërsa sot Sali Berisha nisi foltore në shkallë kombëtare, Belin Kliçi zgjodhi të ishte në një aktivitet në New York për emërtesën e një rrugë në një komunë periferike, aktiviteti sponsorizuar nga konsullata shqiptare, pra nga shteti shqiptar dhe nga Bashkia e New York. Pra Berisha zgjodhi Mejdanin, ndërsa Kliçi zgjodhi Mamdanin, kryet bashkiakun e majt dhe Sorosian të New Yorkut. Kliçi po shmanget kështu çdo javë nga kjo foltore e nisur duket me zor nga Sali Berisha, edhe si një mesazh se edhe vetë brenda Partisë Demokratike po piqet ideja se Sali Berisha nuk duhet më të drejtojë opozitën dhe as të jap asaj fytyrën e tij. Por sigurisht ka një tjetër lëvizje e cila e tremb doktorin më shumë se sa amerikanët e Belindit. Ai me amerikanët e ka fituar betejën që mbiti në 95 kur ata tentuan të imponojnë selamin. Por dhe në vitin 2021 kryu rrëmbyen dhe Lulzim Bashën, sepse Sali Berishën e votonin një shumicë e mjaftueshme për ta mbajtur atë në lojë. Por tani dikush tjetër po e godet atë nga poshtë tek baza dhe te militantët, dhe aty Berisha sot është më vulnerabël se kur. Ervin Saliani është sot imun nga goditjet që mund t'i vinë nga grupi i ngushtë afër doktorit. I sapo dal nga burgu ku vuajti pasojat e betejës tij të ashpër me Fatmir Xhafajn, ai nuk mund të akuzohet sot si renegat apo tradhtar. Aq më tepër që sot njeriu më i afërt i Sali Berishës pas Flamur Nokës është krye kameleoni Selis Blu Gazmend Bardhi. Saliani nuk mund të akuzohet si i bler nga amerikanët pasi ata i kanë syt nga Belindi. Saliani nuk mund quhet as i dështuar. Në zgjedhjet e fundit ishte në burg dhe në korçën e tij demokratët regjistruan pa të rezultatin më të dobët që nga viti 2001. Saliani nuk mund quhet pa akses mediatik, të cilin e ka siguruar vetë fal marrëdhënieve korrekte që i ka mbajtur edhe me gazetar që mund të jenë edhe kritik me të. Prej muajsh ai mban takime që janë ku e ku me entuziaste sa foltorët e vdekurat Berishës. Javën e kaluar në mënyrë simbolike Saliani u takua me individ që dolën me rezultate të mira në zgjedhjet e fundit, si për treguar se lëvizja që ai ka nisur, ndryshe nga ajo e Berishës, ka si fjalë kyç suksesin. Por suksesin ndaj kujt? Që Saliani dhe lëvizja e tij të ketë sukses në radhë parë duhet të mundin Sali Berishën. Dhe për të mundur Sali Berishën në PD nuk duhen amerikanët, por shqiptarët, se ata e mbajnë aty atë në vend të parë. Nisma e Salianit niset në këtë drejtim në mënyrë korrekte, pra niset nga baza. Por në fakt kështu ka nisur të gjithë. Dhe në fund fare, po të gjithë kanë përfunduar duke bërë pazar me Sali Berishën. A do ndodh kështu dhe kësaj radhe? Për këtë do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sonte ka filluar beteja e foltorëve. Saliani paralajmëroi që ta niste atë nesër në qytetin e Durrësit. Berisha tentoi ta djegë atë sot duke nisur takimet e turit të tij kombëtar të foltores, duke filluar nga njësia në Tiranë. Dhe para se të prezantoj të ftuarit e mi, do doja që të lidheshim pikërisht me sallën në njësinë bashkiake numër 9 në Tiranë, aty ku zotit Berisha i kanë filluar temi pickimet e para nga demokratët e pakënaqur. Ta ndjekim. Deputetët tuaj ta përmendin këtë gjë. Unë e përshëndes Elvisin, atë Balliun, sepse ai e përmendi shumë shpesh. Të dy ata çunat e ri i përmend. Tani unë nuk jam vetëm për se ngrihet problemi këtu. Të rinë, shumë mirë, tu është garë, letë vinë të rinë, i kemi provuar dhe shumë të rinë, i kemi provuar që nga 91-si,
në 2007 dhe atë pësmëri me pollën e me trejve e me këta kopistat, mos ja them të janë tjetër e tjetër. Të rinjt mos presin t'i thonë hajde ngriu, puno. Edhe sa vjeqe e jeve, 25? Nuk tregohet. Emi nuk tregohet. Pra nuk je e re, nuk je e re. Dhe ke përkushtimin e durë, sepse kur themi të ri, nuk do marrin vetëm 25 vjeçare dhe 30 vjeçare. Kjo duhet jetë bashkërisht. Dhe ideali më pëlqeu shumë, i ri, punon, lufton, të luftoj vazhdimisht të ngrihet. Por Partia Demokratike këtë ka. Punë dhe kontribut. Unë nuk po e zgjash më shumë, vetëm ju uroj një qik më shumë atë dhe dashuri, kaj duan. Të fanoroj zote Beleri për ndërhyrjen, ke ndërhy për njërën nga shtyllat në themelore të programit Partisë Demokratike. Me që jemi afër datës themelimit saj, më lejoni të rikujtoj një moment. Me datën 12 dhjetor, njerës pa kur farë eksperiencë politike, po me atë dashuri po. Në atë fjalë që kam mbajtur para ati sheshin studenti, kam deklaruar se Partia Demokratike do tjetë partia çështjes kombëtare dhe interesit kombëtar. Dhe në fakt ajo që rezonoi më shumë në Europë dhe në botë ishte ajo deklaratë e cila u prit keq. Sepse ne ishim, imagjinoni ku ishim ne si kombë 30 sa vite më parë, sot Kosova është e lirë dhe kur nuk duhet harrojmë se nuk ka asgjë më të rëndësishme se interesi kombëtar, se dashuria për vendin. Dhe se vetëm kombet e lira ndërtojnë të ardhme të sigurt për vete dhe vendin e tyre. Vetëm kombet me dijitet ndërtojnë këte. Kjo që ka ndodhë këto 12 vite më vje keq, po kur as Enver Hoxha, jo, as Pashiqi, jo, nuk kanë dëmtuar në mënyrë më të tmerrshme siç dëmtoi Edi Rama kombin shqiptar. Jo, themi atë që është. O zotëri, kur e shemëm diktaturën në Shqipërinë e morëm 3 milion. Është apo jo? E morëm 3 milion. Ata vranë, kaq, internuan kaq të gjitha këto, po kjo është çfarosje në një farë mënyrë, kjo që ndodhi në këto 12 vite. Po atë që i bëri Kosovës, luftë e egër, merrem shumë mirë veshun, thoshte në një simpozium, merrem shumë mirë veshun me kryeministrin e Serbisë, nuk merrem vesh me Ja, dhe Sali Berisha, i cili në fakt duhet t'japi llogari para demokratëve, siç bëri në foltorën e parë, jo pa sukses, por që shikojmë sot, pra, është kthyer në një teatr me njerëz të cilët më shumë e lavdrojnë atë se sa i tërheqin vëmendje. Për të folur pikërisht për këtë betejë të foltoreve që nis sot, po vazhdon nesër me Salianj, me mua në studio janë Skënder Mingjozi, mbrëmë Skënder, Flokert Muça, mbrëmë Flokert, Roland Beko, mbrëmë Beko, Ergys Mërtiri, mbrëmë Ergys. Ndërkohë në lidhje direkte kam Suli, më mbroma Sula, kënaqësi të kem program. Mi mbroma, sport, jetim që... Atëre, Sula po e nis me ju. Nis ajo që duket si betejë e foltorëve. Pra, Salianj e paralajmëroi dje gjatë protestës se do ta niste nesër në Durrës, ndërkohë menjëherë aparati temi i PR-it i doktorit, doktori do e nis përpara, do e nis të martën në Tiranë, foltorën që ai në fakt e kishte paralajmëruar pak më herë. Duket si betejë për vështrimin e përgjithshëm. Po ty si duket?
Koli, kemi diskutuar disa herë për shfatkeqësi në situatën në cilën ndodhet Partia Demokratike në veçantë dhe opozita në tërësi. Tani, foltorja numër 2 që kërkon që të bëjë zoti Berisha, apo shqetësimi që patën leadershipi i Partisë Demokratike zoti Berisha dhe entourazhi i tij afër zotit Berisha, për kafën e disa demokratëve të pastër, të sinqertë, normale, duke pat parasysh që po duash i marrim dhe me emra qoftë zotin Ali Mehmeti, i cili rreth 20.000 vota, i cili mori nga lista e hapur dhe nuk është në parlament, dhe njerëzit nuk kanë as i kokër vote dhe janë në parlament sot, po duash edhe Ervin Saliani, i cili, siç e tha dhe ju, në një reportazhin tuaj që ka bërë burg dhe nuk ka as një lloj ngarkese për rezultatin e 11 majit sepse ishte në burg, pavarësisht problematikave të cilët mund të ketë patur ose si është interpretuar çështja e tij, por në fundit ai ka bërë burg për Partinë Demokratike për opozitën, që ti duhet të jetë qartë. E drejtë. Kjo nuk duhet të diskutohet. Pra, këto shqetësohen për kafën e 4 apo 10 demokratëve, 20 demokratëve normal, dhe nuk shqetësohen për kafën e mortit që është në derën e Partisë Demokratike që nga 2013 dhe vazhdon sot e kësaj dite kjo kafe morti, dhe i vetmja fuqi që ka ngel zoti Berisha dhe entourazhi zoti Berisha është që të luftojnë apo të përjashtojnë njerëz brenda Partisë Demokratike të cilët mendojnë ndryshe. Dhe kjo është një diçka jashtëzakonisht e mërshme. Edhe tani duhet kemi gjë parasysh. Rama, fati madh i Ramës është që ka Sali Berishën dhe entourazhin e tij përballë. Nuk beson njëri, nuk e vënet tot njëri dhe sheshe prandaj nuk mbushet. Dhe janë bosh. Dhe kur nuk arrit të krijosh frym insistimi, të krijosh frym besimi, sigurisht dëmi që i bëhet është dyfish. Një e para, Rama nuk të merr seriozisht, majoranca nuk të merr seriozisht dhe nuk e bëret me një fare. Dhe së dyti, përçmohesh nga njerëzit, dhe pa diskutim që vret të shpresën alternative të cilat që të formësosh dhe duke pat parasysh si mund të ngrish foltorën numër 2 kur ti nuk e përmbushur premtimet e foltorës numër 1. Do t'i marrim gjërat me radhë, dhe duke pat parasysh nga kuvendi 11 dhjetorit të vitit 2021 apo të 30 prillit të vitit 2022 të kuvendit të Partisë Demokratike, ku shansi që Berisha dhe entourazhi i tij kishte për të bashkuar Partinë Demokratike nuk e bëri. Nëse ju kujtohet atë kohë, unë dhe shumë kolegë të tjerë, dhe zoti Beku që ashtu, dhe kujto kemi kërkuar që të shtyhet ja 2 deri në 3 muaj, kuvendi i 30 prillit me qëllimin e vetëm që mos kishim të ndarje, po të kishim një pajtim kombëtar duke filluar për Partinë Demokratike nga pajtimi poshtë në seksione, në grup seksione dhe në tek. Çfarë bëri Berisha dhe entourazhi i tij? Thjesht i tha demokratë unë nuk pyes fare dhe vazhdoi rrugën e tij dhe të gjithë kryetarët e seksioneve, kryetarët e grup seksioneve, kryetarët e degëve dhe deri lart janë të gjithë të foltorës. Dhe një parti ekziston, punon dhe lufton për të fituar në sajt të strukturave. Sot, fatkeqësisht, strukturat e Partisë Demokratike o janë një pjesë inekzistence, një pjesë nuk kanë eficiencë dhe me një numër të reduktuar antarë duke filluar nga seksionet, grup seksionet dhe degët, duke pat parasysh që të gjitha ato të cilët mendoshin ndryshe, apo që nuk kishin pranë foltorës, u përçmuan, u larguan, nuk afruan as të zgjedhjet 2023 të zgjedhjet foltorë. Pra, zoti Sulaj, ju thoni që nuk ka dilema se për çfarë e ngre Berisha këtë foltorë, dytë për sa kohë si shtatë ju shumë saktësisht ai nuk ka përmbushur akoma Pilej Shkeli shumicën e premtimeve që da. Edhe pak. Tani, deri tek kuvendi 30 prillit, nëse kujtohet, ka pasur një frym tjetër brenda foltorës. Goxha të mirë, goxha pozitive. Nëse kujtohet, deri me 7 korrik të vitit 2022, kur është bërë një protestë madhështore në Tiranë, në bulevardin e Tiranës. Mira qytetarë që kujtohet. Mbas asaj date ka filluar rënja mbas 7 korrikut të 2022. Pse? Sepse, duke pat parasysh
që kryetarët e grup seksioneve dhe të kryetarët e degë, u zgjodhen njerëzit të cilët mendonin entourage zoti Berisha që njerëz pesnik të tyre dhe nuk ka frikë dhe i fillu sindromat. Dhe tu pan që u shkel parimet e foltorës, që nuk u zgjedhën njerëzit me kontribute, njerëz që kanë vlera, njerëz të cilët i duan demokratët. Por u zgjedhën njerëz të cilët ato mendonin që janë të tyre, pesnik të tyre. Po, dash, të falenderoj se besoj i vure pika mbi te kjo pjesa, jo më larg se para pak sekondash, gazetarët e mi pande sa veda po e ndjekin zonin Berisha në rrjetet sociale në këto minuta që ne flasim dhe shikojmë që janë 3 minuta, ta marrë analizën 2 minuta. Dashi se do ta jap pra fjalën, do ta jap pra fjalën. Shikojmë që edhe ndjek në rrjetet sociale është mos e modeste, pra 200 veta që shohin live. Okej, do të Gerdi gjysma nga sa që duhet shohin veten. Dash, lutem, se do vazhdojmë prap. Sepse kam edhe 4 veta tjerë të ftuar në studio. Do doja të Ergys me ty. Ti ke qenë gjithmonë partizan i mbështetjes, pra këtu nuk ka gjë të re nga foltorja 2 e Sali Berishës. Pra, këtu maksimumi që mund debatojmë net 5-6 bashkë me Dashin nga shtëpia e tij është themi sa thellë është problemi. Po ne e dim që problemi fakt është cekët, është zoti Berisha. Problemi është i dukshëm. Dhe fakti që themi protestat që ai thret nuk përkrahajnë, ndoshta ajo se nuk ka kaos, përse është zoti Berisha, bile ndoshta regjia na ndihmon edhe në sondazhin që ne kemi vënë që në fillim të javës në faqen tonë abcnews.al, pse nuk shkojnë njerëzit te protestat e Berishës, rezultati është i qartë. Mbi 80% thonë për shkak Berishës, jo për shkak se s'ka kaos, se kaos sigurisht që ka. Por këtu problemi që unë duhet bisedoj me ju është Saliani, e thash në editorial, ka ato veçori që e bëjnë atë specifik krahasuar me çdo lloj lëvizje, themi, në thojza kundër revolucionar brenda PD-s. Gjithë problemi që ka në Ergys me të gjitha lëvizjet që ne kemi mbështetur në sensin progresist fjalës, pra që PD-ja duhet ndryshohet, duhet freskohet, opozita duhet forcohet Shqipëri etj. Fund fare gjithë ta kanë përfunduar për krah Sali Berishës. Në fund gjithë ta kanë përfunduar duke bërë, le ta themi, trosh një pazar për Sali Berishën, për një vend te lista e mbyllur, për një post drejtues etj. Ja u i ke sot se i kemi këtu. Gjithë ta që i dolën kundër Berishës, i ke sot për krah ti. Saliani sigurisht është i lënë me një anë, por a ka realisht Saliani një qëllim për të bërë diçka më shumë se ata që kanë tentuar më parë, themi, ti kundërvijen, ta kontestojnë, apo dhe ta zëvendësojnë Sali Berishën? Kjo është që vështirë ta marrësh vesh, ose ndoshta besoj që edhe Saliani po ta pyesësh akoma nuk është se e ka të... Nuk e ka artikuluar. Artikuluar dhe jo, besoj që edhe vetë ka pikpyetje dhe veta mbi objektivin. Kjo është një betejë që mendoj unë që ai shumë mirë që ka njësur, unë e shoh me sy pozitiv që ka njësur, qoftë për të shpërtuar dinjitetin një partie e cila është në një gjendje ku në kulmin e disfatës vetë nuk del një njeri të thotë ore jemi në disfat. Domethënë nuk del njeri të thotë shiko, ky që ka prodhuar këtë disfat tiki. Domethënë një gjë që gjithë Shqipëria e kërkon, që të largohet Sali Berisha, brenda Partisë Demokratike nuk e kërkon askush. Dhe kjo është turp dhe njollë e tmerrshme për një parti e cila pretendon se ka sjellë pluralizmin në Shqipëri. Pra një parti ku nuk ka kuraje askush të thotë gjën më elementare, më normale në botë, qoftë edhe sikur të jetë e gabuar kjo, thotë që Berisha duhet tiki. Unë besoj që dikush thotë që kryetari duhet tiki, ndodhet në partinë më të suksesshme në botë. Ka njerëz që mendojnë që duhet vi një tjetër se ndoshta është më i suksesshëm. Në një parti ku kryetari është më i dështuar në botë, se unë nuk di një parti që dështojnë në këtë lloj drejtësi që ka dështuar PD-ja, nuk del asnjëri të thotë që ky kryetar ka dështuar dhe duhet largohet. Tani, unë mendoj që Saliani me këtë po i shpëton dinjitetin e partie, sepse po na bën ne themi që brenda se partie pas ka dhe njerëz që reagojnë. Më në fund. Domethënë, kjo shumë pozitiv. Tani, kjo që thua ti, që se çfarë do të bëj apo jo? Unë deri tani nuk kam para Saliani asnjëri që të thotë që ne duam të largojmë Berishën. Nuk e kanë akoma këtë kurajë. Domethënë që është akoma larg asaj që unë do doja, jo se është në heroizëm, për të qenë një realitet normal. Pra që të thuash që Berisha tiki është thjesht një realitet normal, nuk kërkojnë asnjë jashtëzakonshëm. Saliani ka thënë që duhet marrin përgjegjësi të gjithë. Domethënë, deri tani ata kanë pasur kurajën për të thënë që Berisha ka bërë gabime, por nuk kanë pasur akoma kurajën për të thënë që Berisha duhet tik. Unë mendoj që këta duhen mbështetur dhe duhen shtyrë ta krijojnë këtë kurajë, sepse nëse ata do thonë thjesht që Berisha nuk e kanë. Po, domethënë të marrin besueshmëri që kjo gjë mund të funksionojë, kjo është ideja. Nëse mbështetet, unë besoj që ata, sepse logjikisht unë mendoj që ata që janë pas Berishës dhe e mbrojnë Berishën dhe kuptojnë që ai është problemi dhe duhet ikë. Kështu që këta e kanë qartë që Berisha është problemi. Por problemi është që
a kanë këta, do më thënë, a shohin ta shpresë që duke u vendosur ballazi Berishës për ballë për largimin e Berishës, do të mund ta çojnë diku lëvizjen e tyre. Kjo është pikpyetja. Skënder, Saliani unë e kam parë edhe në takime, ka takime me bazën, i ka patur që momentin në parë që ka dalë, kanë prit bile të dera e Burgut Fierit kur ai doli. Problemi është që këto mbështetje që ai e kanë bazë ndoshta më shumë se të gjithë ata që mund ta kenë tentuar ta rivalizojnë apo ta kundërshtojnë Berishën. A do ketë ai guximin që ta çojë betejën deri në fund apo do të jetë një betejë që do ngelet për gjysmë? Fillimisht Sokol më lejo një batut vogël për një stereotip që na ka kapur gjithë ne gazetarëve dhe mua të parit. Nuk ka betejë foltoresh, sepse nuk quhet betejë një kafe me 10 veta dhe betej një foltore me 200 veta. Nuk ka marshim bulevard, sepse janë këto tokfjalshat që na kanë hyrë, dhe me thënë ne kaq thellë sa bëhemi dhe qesharak në herë, marshimi bulevard. Ç'marshim? Kur janë 500 veta. Marshim shumë mora dhe kalimtarët. Nuk ka e treta, nuk ka dhe ajo që thuhet për ditë dhe që është totalisht në inflacion aksioni opozitar. Nuk mund të quhet aksion. Ç'a aksioni? Është komplet vegetim, janë të gjithë në gjendje letargjie, komplet mos them pak më rënd gjendje kome, po do të thotë këto tokfjalë që ne kemi pak dhe ne krijojmë pastaj sepse jo se fjalët kanë një lloj vlere dhe fjalët krijojnë dhe një impakt. I japin formë diçka që s'është dhe mua kjo më ndihmon për dal tek ideja ime e dytë. Miqësisht se Dashi nuk e di a kemi në linja. E kemi, besoj, shpresoj ta kemi zotin Sula. Miqësisht po i kujtoj zotit Sula që nuk duhet paraqitur më situata si një problem burokratiko-organizativ. Foltoria e parë, foltoria e dytë, premtoj këtë zbërja të, po duhet bëj këtë, po duhet bëj atë. Nuk duhet tingëlloj mërzitshëm se kam vite që e them, por ja njoh modestisht këtë merit vogël vetes, që bashkë me ty dhe të tjerë kemi thënë problemi është Berisha, sepse kjo parti me ikjen e zotit Sula nuk ka ndryshuar fizionomi. Edhe me ikjen e zotit Bardhi, Basha, e tjerë se Bardhi u rikthyer sërish nuk ndryshon fizionomi. Edhe ata të rikthyer tjerë që janë përshtatur. Çfarë provon kjo? Kjo provon indirekt që problemi është ai që ja jep, vazhdon t'ja jap vullën dhe fizionomin. Dhe ai duhet ndryshoj nëse do duam të ndryshoj fizionomia e partisë. Tani këtu kjo sindroma është e tillë. Ndryshojmë dhe rojën e parkingut, po një zyrë në Selin ne nuk e lvizim. E kemi thënë 100 herë këtë punë këtë tryez, apo jo? Do të thotë, të gjithë jemi për hapjen, jemi për rinovimin, jemi për rotacionin, minus një zyrë. Do të thënë, gjithçka minus një zyrë. Dhe cila është ajo zyra ne e dim. Pra, në qoftë se këta personat që po pretendojnë të fillojnë një lëvizje politike brenda partisë, pretendojnë të cilën diçka të re. Në qoftë se nuk atakojnë problemin dhe burimin e krizës, por në qoftë se e kthejnë çështjen e rinovimit të partisë në një çështje kozmetike, rangjesh të dyta, të treta, të katërta, unë e kuptoj fare mirë edhe taktikën Sokol që për momentin kur je i dobët dhe Saliani fjala vjen është i dobët se është ende në kufit e një kafeje ose në kufit e një simpatie që është një dinamik e vogël e brendshme e partisë që nuk është ende ngjarje kombëtare. Por jo, simpati ka, sepse thonë është i ri. Natyrisht, pranohet, nuk procesit e burgu e tha në sytë të demokratëve ka bërë burg politik, pra i ka meritat. Problemi është në qoftë se Saliani do ta kufizoj lëvizjen e vet në fund të rrugës që ne duam rinovimin, jo këshilli kombëtar, jo kryesia s'punon, jo deputetët kështu, por minus një zyrë, në qoftë se filozofia ti do të bjerë nën klishen gjithçka minus një zyrë, nuk ka zgjidhur asgjë. Shiko, Ergysi Roland tha diçka që mendoj ja vlen diskutohet. Pse? Ergysi tha lëvizja e Salianit po i bën një nder Partisë Demokratike, pasi po i shputon fytyrën. Këtu amat dalim të një sillemi vërtet një të zgjë. I bën nder Partisë Demokratike apo i bën nder Sali Berishës? Me ose pa dashje, ha? Patjetër.
Se Partia Demokratike sot që ne flasim për Sali Berisha. I legjitimori zgjedhjen. Qoftë dhe Berishës. Në këtë moment... Pavarësisht se Berisha nuk e do këtë nder. Këtë nuk e dim, po këtu pastaj jemi diskutim tjetër. Këtu jemi pastaj në mohim problemet. Në këtë moment që flasim, natyrisht që i ka bërë nder dhe i bën nder Sali Berisha, sepse u desh të pije ajo kafja që Sali Berisha dilte sot dhe të fillon të i pari ai foltorët të zbrisen në bazë për të mos të nazgjë, sepse me sa dëgjova ai s'ta zgjë. Po flet për Kosovën. Do të bëj analizë me zgjedhjet për Kosovën, foli për Amerikën, foli për ligjin që ashtu do flasej për këtë po si është foltorja një, ama foltorja një kishte i far debatit sinqert. Do të gjejmë termin për barazin gjinor, por nuk quhet më ashtu tani, kanë ndryshuar termat, nuk i dim. Dhe do edhe foli për gjithçka, le të themi foli për seksin e enjëve që të jemi brenda korrektësisë së fjalorit politik, por nuk foli për problemin real që ka Partia Demokratike dhe mbi të gjitha për problemin e tij. Ky duhet ta vënë dashi e prekur shumë mirë. Ky duhet nëse pretendon që nis foltoren e dytë, ti duhet thuar çfarë bëri me foltoren e parë, se bëri premtime të bujshme. Dhe atraksioni Berisha i parë, se kjo është argumenti i Xhozit. Ai merr bështë ai më fal, ai thot fare se humbjen e 6 muaj para do nisim 3. Ti kërkon çka ka bërë para të vjetës. Nuk ka asnjë vlerë, nuk merr dot vlerë. Pikërisht atë jam duke thënë, nuk merr dot asnjë vlerë sepse ai s'po thot asgjë. Do edhe që të marrë vlerë, duhet të thot diçka që të ketë vlerë. Përderisa nuk thot asgjë, do të thënë nuk ka vlerë. Ai thjesht ka dalë aty të zë radhën, do të thënë për të thënë për të sfumuar etj. Shikoni, të jemi pak më të qartë dhe drejt për drejt me shikuesit. Në momentin që zotrin pin kafe, që nuk ishin pak, po ishte një domethënie e madhe sepse ishin njerëz që kanë marrë më shumë vota dhe u ka garantuar atyre, i kanë garantuar Berishës besnikët e vet në parlament, pra listën e mbyllur. Realisht ata u shqetësuan shumë, do të thënë Berisha dhe rreth i tij i ngushtë, klani i tij. Pse u shqetësuan shumë? U shqetësuan shumë sepse ata e kuptojnë që këta janë njerëzit që kanë më shumë besim tek elektorati. Kriza më e madhe që ka PD-ja sot është kriza e besimit, sepse elektorati i djathtë, pastaj vim tek militantët e Partisë Demokratike, kanë humbur besimin tek leadershipi konkretisht te Sali Berisha dhe ekipi i tij i ngushtë. Dhe ndërsa zotrinjt dhe zonjat që u mblodhen aty janë ata cilët nuk e kanë konsumuar këtë besim të fituar se nuk janë provuar dhe nuk kanë mandate. Kështu që kjo i trembjate dhe ç'bëri Berisha në orën 11 natës që u kam qenë në emisionin tuaj këtu, vura re që para se të vija këtu ishin 3 kategori të ndryshme të grupeve që përfaqësojnë Partinë Demokratike në studio të ndryshme. Kush janë ata? Ishin realistët që përfaqësoheshin nga Ali Mehmeti tek një televizion. Pastaj ishin berishistët që përfaqësoheshin nga Flamu Noka te një televizion tjetër. Pastaj ishin konformistët që përfaqësoheshin nga Gaz Bardhi tek një televizion tjetër dhe ishin idealistët që ndiqnin nga ekran, do të thënë nga shtëpia, do të thënë nga divani, ishin edhe pragmatistë edhe këta ndiqnin nga divani, do të thënë gjithë debatin që zhvillohej. Tani nuk është e rastishme ky lloj konfigurimi, sepse berishistët thonë kush kërkon rinovimin e Partisë Demokratike, e përfaqësuar nga Flamu Noka thash, e tha vetë në emision, ai është i përfaqëson interesat e Ramaduros. Do të thënë këta përjashtojnë çdo lloj zëri i cili t'i kërkojë llogari Partisë Demokratike që tek e fundit e kanë detyrë statuore të vendosur në statut që pas zgjedhjeve më njëherë bëhet analiza që si në fitore dhe në humbje. Të zbatosh statutin është i shërbes Ramës. E para, e dyta. Konformisti që ka për vetë Berisha. Konformisti thosh aty që ajo është një kafe midis mish. Sepse konformisti e ka shumë problem të dikush tjetër të vijë aty dhe të ngacmojë të prishë status quo-n. Se konformisti ri aty e di që nuk është berishist, ka qenë përballur me berishizmin, por kur pa që i rrezikoi karriga e tij, që nuk do ishte më deputet, shkoi e përqafoi Berishën dhe u konformua me të. Dhe përpasoj ai ri pret atje të vdesi Berisha, domethënë, biologjikisht apo politikisht dhe t'i marrë vendin. Ose doktorit ja lërë me testament këtyre konformistëve. Ndërsa realisti vuan atje brenda partisë. Se realisti e ka konstatuar krizën që ka kjo parti, e shikon me sytë e tij që për ditë po ikin antarët e Partisë Demokratike dhe fakti është ai shesh me 300 vet që nuk po mbledhin dot dhe tha shumë bukur Ali Mehmeti e mbylla. Ali Mehmeti e tha ke 300 na bëri përshtypje, ti bujar. Ali Mehmeti e tha, unë Gjirokastrit jam, nuk të lëshoj kollaj numra. Ali Mehmeti e tha që nga një ran kemi një qeveri që duhet të rrëzohet dhe nga ana tjetër kemi një opozitë që s'mbledh dot njerëz. Pra, kush do t'i rrëzojë atë qeveri kur kemi një opozitë që s'mbledh njerëz, ndërkohë që e shohim në Bullgari ç'po ndodh. E shohim në Bullgari ç'po ndodh. Për taksa vetëm atje, Tani ku janë idealistët? Idealistët e bën luftën e tyre me berishizmin,
humbën për shkak edhe të trukeve jashtë tyre dhe qëndruan në pjesa më madhe e idealistëve, qëndruan në shtëpi. I ka ndalë jashtë loja, dhe i nxori sistemi nga loja. Sistemi që ka bërë Berisha me atë që është sot në pushtet. Por dhe për fajin edhe për fajin e atyre cilët i drejtuan këta idealistë. I morën një qafë sepse u hapën. Unë mendoj që këtu debati është floger. Pra ideja është të lutem, vetëm një fjali kam. Doja të thoja këtë që kjo që ç'bëri Sali Berisha dite, mori listën dhe filloi me njerë taktikat që unë e ti dim që nga në 10 e Skënderi e Meradh, çfarë bën Berisha kur ka grupe tilla? Një, me listën dhe shikon cilat janë dobësit e atyre që janë në listë. Dhe në bazë të dobësive të bashkëpunëtorëve të tij, duke shfrytzuar dobësitë e tyre, ai ndërton karrierën, suksesin e vet. Filloi joshjet. Me njerë e parash joshja. E dyta është kërcënimi. Nëse nuk ecën joshja, të bën kërcënimin. Eci joshja tek disa. Disa edhe i ka lëkundur, i di mirun se i di ka brenda gjë. E treta është rrafja. Është në proces vetë. E treta është rrafja. E katërta është përjashtimi, jo çdo ndodhi me këtë grup. Skënder, flasim çdo ndodhi me këtë grup. Problemi është në opozitë, Problemi është çdo ndodhi me këtë grup. A do ketë sukses ky grup? A do ketë sukses ky grup? Kjo është çështja. Ky grup me këtë që nisi, a do ketë sukses apo jo? Berisha, do të thënë, do përdor gjitha mjetet e tij deri tek përjashtimi. E dini ju që sot Berisha është në ditë vështirë sepse nuk ka një grup armiqësor brenda partisë që t'i mobilizojmë militantët? Pra, grupi armiqësor u eliminuar. Po dalin veç me dashje federale Saliani po këndojnë e ti. Jo, në këtë moment Saliani po teston dhe grupi i tij po testojnë. Për mendimin tim nuk kanë nevojë çfarë të testojnë. Të testojnë balancën, peshën e gjërave. Balanca po do i vendos doktori. Nëse Saliani ka takim në Durrës. Problemi është do futesh prish statuar. Unë mendoj se doktori nuk e ka situatën në dorë brenda asaj partie. Di pse? Sepse janë larguar njerëz. Po ta kishte situatën në dorë doktori do mblidhte njerëz. Doktori nuk e ka situatën në dorë, sepse s'ka strukturë. Njerëzit janë aty dhe ata presin. Unë një fjalë do të them këtyre që kanë marrë përsi për ta bëjnë televizje. Nëse do të kenë këllqe që të ballafaqohen me një objektiv të qartë, pra një qëllim të qartë, një synim të qartë, një objektiv të qartë, pra qartësi 1, konsistencë 2, që mos të thyen, mos të dorëzohen, mos të joshen e tjerë. Dhe e treta, të kenë vendosmëri për ta çuar kauzën deri në fund, në atë moment këta mund t'ja dalën. Nëse nuk do ta bëjnë këtë gjë, atëherë këta do të bëjnë efekt bumerang. Do të bëjnë efekt bumerang. Në një pikë, pavarësisht se unë mendoj që Beko mbetet te grupi idealistëve, pavarësisht se është larguar për momentin nga jeta aktive në parti, Beko ka drejt në një gjë. Berisha ndër të tjera nuk kanë favor ti dhe kohë. Ndërkohë që Saliani, i cili ligjërisht nuk do marrë pjesë dot asë në zgjedhjet e ardhshme, të paktën si janë punët deri në sot, se mund të ketë amnistira, gjëra nuk e di. Po për shkak të ligjit ai është i përjashtuar të marrë pjesë nga zgjedhjet. Në zgjedhjet e vitit 2029, është i rinë mosh, ka gjithë kohën e nevojshme dhe të mjaftueshme që të qetë konsistent, si thot Beko. S'ka ç'u mbet, kështu që s'ka ç'u mbet, dhe të jetë konsistent, pra dhe të ngrej aty temi bazat e një lëvizje e cila tull pas tulle, gur pas guri, mur pas muri, të presi, pas e ka dhe luksin e kohës, gjë që Berisha nuk e ka, të presi kohën më të volitshme në mënyrë që temi t'i pusi kokën problemit. Pra problemi është, a do i gjej do të Saliani këtë lloj? Unë mendoj që nuk është se nuk e ka si ide, nuk është se nuk e mendon. Më doli Beko në një pikë që po e mendoja. Është vepra e Ferdinand Hysit, vdiq mbreti rroft mbreti. Dhe njerëzit shkojnë ta shohin teatr atë, por është një moment kur mbreti le porosit dhe thot, zarfi i parë i thot atit pasarësit më shaj mua. Zarfi i dytë më shaj mua, zarfi i tretë shkruaj zarfët e tu. Doktori në foltorën e parë kundër Bashës ishte vot mlefi kundër Bashës dhe e kishte armik e brendshëm. Sot që flasim ka dy probleme. Një problem janë primarët. Njerëzit e votuar i kalon jashtë. Një ndër ta e kemi në tavolinë sonte, Dashi, Sulën. Problemi i dytë është që ka humbur zgjedhjet e 11 majit. Pra nuk mbjell shpresë që ti të thuash që. Dhe e ka humbur thellë. E ka humbur më thellë se kur. Dhe përballë këtyre dy problemeve, ai ka njerëz që nuk kanë shumbasi. Problemi më i madh që thotë është që s'ka armik më. Po, eksakt pra. Do ta thejoj, do ta krijoj armik. Problemi që ai ka tani, që është më i madhi për mua, është që
ata që po i qëndrojnë përballë, nuk po bëjnë gabimin e atyre që kanë qenë përpara tyre, pra si Beko. Se do lexoj strategjinë e tyre unë, qëllimin. Pra strategjia e tyre është, nuk do dalim, themi, kush është me doktorin, është burri keq. Po ecim në krah do thuash ti. Ne, ata duan, dhe këtë po shoh, mesazhin e kanë unifikues, përbashkues, bëjnë takime në terren. Janë njerëz që kanë rezultate suksesshme, brenda dështimit të PD-s, po. Ka bërë burg politik, ka ikur si fitues Saliani, ka qenë ndër më denoncuesit, pavarësisht se i përmendin atë pjesën e Shkopit te Selia, po ishte institucional, në kuptimin që ishte tek Selia, nuk ishte agresori, ishte në mbrojtje. Është punëtor, është i terrenit. Gjitha këto, doktorin e kanë vënë përpara pozitite, nuk ju thot dot armik more, se ata çfarë bëjnë? Ata po i thon doktorit atë që tha. Ne po pim kafe më. Po jo, për të asajt. Por ne, doktor, ne, shoqëri që jemi, që po mbajmë afër këta që kanë vota, që kanë dalë mirë, dhe nuk po i lëm që të jenë në shtëpi, po i kemi me Partinë Demokratike. Dhe çfarë mendojnë ata? Unë them që ata thjesht, Saliani pra, po tenton të krijojë një profil që kur të jetë momenti për leadershipin e ri, përgjigjet vinë natyrshëm. Është Ervini. Siç ishte projektuar para aksidentit. Pyetjes kush do ta zëvendësoj doktorin? Lulbasha, ministri i brendshëm do ishte Ervini. Jo, ajo që thot Flogerti besoj ka të bëjë me faktin që pse unë e pash të Gazbardin me një emision, u vu shumë siklet për kur e pyetën për takimin e Salianit, edhe një kafe tha unë kam pirë kafe me ata përpara. Pra le të themi, duket Skënder sikur nëse është kjo, po mundohem ta gjej pozitiv. Unë jam shumë skeptik, do e ndaj me dashnë skepticizmin tim pak më vonë. Por nëse duam të jemi realist, ajo që po bën Saliani, dhe më pëlqeu analiza e Flogertit, është thotë, okay, ne s'po bëjmë luftë me doktorin, po presim. Në momentin që kur t'i vi momenti i hapjes zarfit, atëherë këta thonë, priti deri sekond se jemi edhe ne këtu. Zarfi jemi pranvera. Nuk jam dakord me këtë lloj taktike në funksion të asaj që mund të quhet panorama e gjerë e situatës PD-s. Sepse kjo që Flogerti thot me drejt brenda logjikës më të ngushtë, po edhe kolegët, kjo është loja e pallatit. Kjo është ajo që konsumohet brenda godinës. Establishmenti. Domethënë këtu njëri luan kështu, tjetri kështu, njëri pret, tjetri spret, njëri shkon zyri thot më jep mandat deputetit të riqem e tjetri. Pra, kjo është ajo lojë e vogël. Ju kujtoj që në 2023-shin Berisha ka humbur Shkodrën dhe Baramcurin. Dhe këtu po ndalem, se në fakt ka humbur 54 nga 61 bashkit. Kamzën e tjetër. Ka humbur, po, përfshirë Kamzën e tjetër. Ka humbur në 2025-ën, në kulmin... Dhe i ka humbur gjitha Këshillit Bashkiak. Edhe aty u ka fitu bashkit, ka humbur dhe Këshillit Bashkiak. Edhe Këshillit Bashkiak. Në 2025-ën ka humbur 83 me 50 plus marim dhe... Me 20, se 13 janë vetët. Po, fix, po. Po hajt, po themi që Dorëzim Basha në 2021 shkoj 63 me gjitha aleatët, Berisha me gjitha aleatët në 2025 shkoj 50, 13 më pak. Pra, në datën 9 nëntor nuk qenë në gjendje... Dhe nga këta 10 mandate i shkun direkt kundërshtarit vetë të vjetër, pra nuk është se i morën partitë e tjera. Pa tjetër. I shkun PS-s. Në datën 9 nëntor nuk qenë gjendje të gjente kandidat Gjoja luajti atë lojën që vum këta të rinjt para që kur të humbin këta do të themi se kemi humb ne po kanë humb këta, po faktikisht ajo për mua që edhe një atrofizim ekstrem i partisë që nuk pulsonte më dhe nuk gjente dot kandidatura dhe emra për t'i ofruar, aq sa përfunduan në njerëz spektakli dhe njerëz që NGO-sh që nuk kishin fare lidhje dhe u pasi doli. Pra, nuk ka më kohë që Saliani dhe tjerët të presin që Berishën t'a vërë mosha për fund, ose që të lodhet partia deri në atë ekstrem, sa ti thot më në fund tani doktor, a do ikësh apo si do e bëj? Tja thot vetes vetë, se partia është ai vetë. Po, për mua nuk ka kohë për këtë lloj taktike. Unë mendoj se kjo është jo produktive. Sepse kjo, më fal. Jo, s'ka kohë edhe se vendi pa opozicion. Kjo konsumohet, është lojë sakt brenda një godine, në qoftë se e marrim kështu, por godina ndodhet diku. Godina ndodhet një kontekst kombëtar ku ka vota njerëzish dhe ku ka një popull që të shef, që dëgjon dhe që gjithmonë më pak të voton. Ose ta thosh kështu, nëse është pallat pushteti,
Po, një palat opozite... edhe shkojnë, kupton se kasha danë. Palati kthehet në Plevic, kur jenë opozite, kjo është azil plesh. Ja të them diçka. Ai mund të fitoj, mund jetë një fitore Pirros, në qoftë se pret ta marrim as 3-4 vite kur ta lëmë. Me aq sa e njohu Partinë Demokratike sot, sikur të ketë një databazë të mirë të antarësisë, të rregullt, dhe sikur të ketë vullnet që të bën zgjedhje lira të ndeshme brenda partisë për kryetarin në muajin prill kur janë ata apo në maj, me një regjistrim të mirë të antarësisë tash dhe sigur me pak fushat, jam i bindur që Sali Berisha u mbet sepse do votohet kundër tij dhe nuk do votohet pro kandidatit që do të jetë. Mjafton që kandidati të jetë. Po ta merr ajo. Pra unë them ky është një prej varianteve. Varianti i dytë, mirë, një minutë. Varianti i dytë është unë këtë kam thirrje për grupin e Ervin Saliani dhe të gjithë ata që janë aty, të cilët duhet që tani të fillojnë dhe të kërkojnë pikërisht aranzhimin e këtij problemi që ka Partia Demokratike. Që do të thotë të zgjidhet çështja që një Sali Berisha mos ta devijojë rrugës që ta kthej votimin për kryetar me delegat, por të ngelet siç është në statut me parimin një antar një vot. Dhe dyta unë kam për detyrë. Shpresova që tash do bëhesh analist, do bëhesh realist. Edhe dyta është më lër mos e do ta them dhe atë variantin tjetër. Dhe dyta është që po s'ka të thosh variantin që beson ti. Po jam një minutë, se ka dy variante, unë jam analist, nuk jam idealist në këtë rast. Të varianti idealist dhe varianti analist idealist. Ka një variant tjetër, që është varianti që na ka mësuar historia. Ke parasysh kur doli Bruti dhe vrau Cezarin, Bruti e vrau i pari, Cezari kishte rritur Brutin aty brenda. Ka ndodhur edhe kjo në histori. Unë them politikisht, nëse nuk del një Brut që të vrasi Cezarin atje, metaforikisht do të thoja, ajo parti është destinuar të shuhet. Sula. Thash që Sula. Tani, me gjithë respektin maksimal që kam duke këtuar nga ju që jeni i pari emisionit dhe gjithë të tjerët, pa diskutim në fushët e juja jeni njerëz të cilët keni rezultate dhe goxha respekt edhe kudo. Por, u ju flet një njeri i cili është një kafshë politike të rremi. Më falni për modesti, po që e njoh mirë të rremi dhe e njoh mirë partinë. Unë e kafshës e diti vetë, që e njeh të rrenin këtë e dim gjithë. Pse po them këtë gjë? Po e them këtë gjë që du të kemi gjë të qartë. Sali Berisha nuk ka ikur edhe Landi që është miku im, që e besonte që ka ikur Sali Berisha në 2013, unë kam qenë njëri që s'ka besuar kur që ka ikur Sali Berisha nga Partia Demokratike në kryetar Partisë Demokratike. E kam thënë dhe jam i vetmi njëri që kam thënë që Luzim Basha ka qenë thjesht një CO, ka qenë thjesht një administrator, që rruna e gjohë administratorit CO-ja dhe kënaqë dhe pronari ishte Berisha. E ke parasysh be. Dhe pronari po sikur shef. Po sikur shef. Po sepse merr edhe pronari ka gjithë për vete, kështu që. Kështu që kemi qartë. Tani, o miqtë e mi, Sali Berisha ka ikur kur nga Partia Demokratike. Ka 35 vjet që dominon të djatën, që ajo është Partia Demokratike nga simbolis djatës dhe opozitën. Dhe, e kam thonë sot me një mikun tim me një bisedë telefonike. Edhe më bëri pyetje, ore pse Partia Demokratike, pse opozita nuk po e merr vetën? I thash një gjë. Partia Socialiste është bija e Partisë Punës. Dhe Partia Punës ka gjynat 44 nga se në nëntorit 24 deri në dhjetor të 90-s, po themi, aty pa e kufizimin, dhe çfarë s'ka bërë? Ka brar, ka prerë, ka burgosur, çfarë s'ka bërë? Dhe kjo është e zeza e Partisë Punës. Partia Socialiste, që është bija, nga 90-ta e deri tani në 2025, do të bëjë krahasimin Partinë Demokratike, dhe me liderin e saj që zoti Berisha, aktualisht, nuk ka gjunafe më si Partia Punës, ka vrarë, ka presë, ka sakatuar, ka burgosur. Por ka një gjë, se cilët demokratët nuk e kanë, edhe ndoshta edhe nga Bullalliku, nga pandyturia, pandemia. Ka më pak se PD-ja dash. Po si? Një mirë, po prit. Po prit më ta mbaroj deri në fund. Që do thotë, për sa i përket korrupsionit, Hajdutlikut kanë shumë herë më shumë se PD-ja. Por PD-ja tash ka një gjë që njerëzit nuk e harrojnë, se Hajdutliku dhe e harrojnë. Për një moment, edhe vjedhjet harrohet, edhe e falë. Nuk të falin tash vdekjet, nuk të falin vrasjet. Një, piramidat, që sonë në 97-ën,
të merë, së të falin Gërdesin, së të falin Sinjanarin, së të falin i tash gjithçka tjetër, të cilët i traktuan, edhe 7.501 ishin ligje 7.501. Edhe këto me vjedhjet kanë lidhje dash, këto që përmend. Do të thënë Dashi thot, kokën e Dashit ta falin, po ndryshimi është sulat e sofistikimi. Unë e kam thënë që në 2013 socialistët vjedhin mirë se vjedhin ndryshe. Kurse ju demokratët shpikët piramida deri as shkurt muhabetit. Ta thjeshtoj bisedën. Në ç'kuptim. Njerëzit tani të abstragoni nga filozofia, nga tezat politike, nga gjithçka tjetër. Orë njerëz. Qytetarët na larguan, populli shqiptar na largoi në 2013 si pjesë të korrupsionit. 1 milion vota. Ikëm. Dakor? Kemi ardhur 2005-ën në sajtë një karte, edhe unë që jam ardhur 2005-ën si deputet majoritar dhe fitoj Partitë Demokratike për shkak të kartës antikorrupsion që kishte moralitetin e plot Sali Berisha. Dhe ne gjithë që fituan 2005-ën për shkak të qeverisjes të Tjerë Fotostano, një qeverisje korruptuar. Dhe na besojnë qytetarët prap. Tani, nuk mund të ndodhi që mas 2013 tash i rikthehet prap ne që reprezentojmë për korrupsion. Dhe po njerëzit që kanë ata akuza dhe janë pandeor dhe që janë në procesin gjyqësore në SPAK përpara drejtësisë, po të njëjtët sot janë për krah Sali Berisha. Me në krye vet zotin Berisha. Unë them diçka Dashi. Doja thuash po më një herë pas publicitetit, do i themi pas pak. Dakor. Pjesën ty live tu në Real Story flasim pikërisht për këtë betejën e foltorëve, por për sinqeritetin e tyre, për shkak se deri tani çdo lloj lëvizje brenda PD-s, si e diskutuan edhe më herët, thjesht e ka bërë Berishën si anteo për të rrimë të mitologjia, që sa e rëzojnë tokë merrte forcë. Apo jo, dhe këto lloj lëvizjesh në fund fare i kanë dhënë gjithmonë energji plus doktorit apo jo? Doja të kujtoja vetëm një moment, megjithëse kemi Dashin këtu në linjë. Ju e dini, në kohën e angazhimit tim politik, ne kemi qenë një formacion që Berisha në atë moment ka qenë ditët më të vështira të tij, domethënë. Gati i kishte mbaruar oksigjeni edhe politik. Kishte vetëm 7 deputet. Pjesa tjetër e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ishte jo me Berisha. Pra, ndoshta s'ishin të unifikuar gjithë, po s'ishin me Berisha. Pjesa më e madhe nuk ishin me Berisha. Atëherë çfarë ndodhi? Si Dashi dhe të tjerët zgjodhen që të shkonin dhe t'i bashkoheshin Berishës, siç e tha dhe vetë Dashi, që kërkuam shtyrie 3 muaj të zgjedhjeve, pastaj me ca marrifete kështu, u larguan dhe shkuan i dhanë oksigjen Berishës. Do me thënë, Berisha deri në atë moment ishte në parapolitik vëlla, nuk kish mundësi të ulej dot në tryezën e madhe të negociatave, të dialogut në parlament e kudo tjetër. Të bënte ato pazaret që bërim pas me Ramën. Edhe parlament ul fund fare, ndryshon dhe vendi nëse kujtohet. Po. Se ishte i përjashtuar. Ishte i përjashtuar, por gjithsesi mori grupi parlamentar. Në moment që merr grupin parlamentar, merr të drejtën për të bërë negociata, për kodin zgjedhor, për amnistin, për X-in, për Y-in, për gjithçka. Pra u fut në politik. Tani del tani Dashi dhe të tjerë dhe thonë që jo po të ikë Berisha. Ky ishte momenti më i mirë për të larguar Berishën, sepse kishte përballë. Kishte një minutë ta mbaroj. Arsyet pasaj gjenden plot. Por ta mbaroj. Do e thënë, në momenti kur ti bën një veprim, për leo ta mbaroj o Dash, në momenti kur ti bën një veprim të tillë, kur ai ishte gati i vdekur politikisht, dhe shkon ti, i jep oksigjen, i bën frymarrje artificiale, e bie në jetë, e krijon mostrën politike. Dhe pastaj kujtohesh që kjo mostër nuk ka ndryshuar, pra shkoni ngjitesh, e shikon që ai nuk ka ndryshuar, dhe ti del prandaj dhe kur del e kupton pastaj që ai s'të pranon dhe reagon, këtu mbaron morali. Sepse ti e kishe rastin. Ti shkove u bashkove me Berishën, i dha ato oksigjen, e futën në politik, bëri ato kompromise që bëri, ju nxori nga politika sepse bëri kodin zgjedhor, siç donte ai, nuk la meritokracinë, se me meritokraci ti dhe shumë të tjerë. Po lejo ta mbaroj. Ti dhe shumë po ja pranojeni, mos u bëni të gjithë po pranojë vëlla. Tani në momentin në rast se Sali Berisha nuk do ishte futur, po cili rast është e vërtetë, unë kjo është në sy të gjithë botës. Në rast se Sali Berisha nuk dyshoj asgjë 6 marsi. 6 marsi nuk dyshoj asgjë. Dashi ua kam thënë dhe ua them prapë, dëgjoni pak. Mirë, më lër të flasë e the 6 marsin, tani dëgjoje. Tani dëgjoj 7 marsin. Ti the 6 marsin, dëgjoj 7 marsin. 7 marsin nuk dyshoj asgjë. Berisha ishte me të njëjtin status që kishte.
Po, leo tani mos bëha uju, më dëgjoj pak mua tani. Nuk dyshoj, Berisha ishte pari non grata që ishte. Një minutë, Berisha ishte pari, flasim për Berisha. Berisha ishte pari. Berisha ishte pari që ishte, nuk dyshoj asnjë gjë nga statusi i tij. Dhe kështu gjë do të thotë, ajo që vendosi përballë Berishës nuk ndryshoi gjë që të krijojë realitet. Dhe jo vetëm kaq zoti Sula, ka edhe një problem tjetër. Ju thoni 6 marsit e keni desin, 6 mars i referohen 2022-shit apo jo? Berisha tregoi që ishte faktor elektoral më shumë se zoti Basha. Kjo s'do thot asgjë. Por, nga pipajme parimore, kjo s'do thot asgjë. Përkundrazi, ata që u rikthyen i vënë pozitë më të vështirë, nuk ka pipajme e moralit politik. Sepse këto diskutojmë dhe sot. Gabimet që mund keni bërë ju, mos t'i bëjnë këta tjerë. Dhe këta shkuan me mendje se ndryshonin Berishën Koli. Berisha pastaj i ndryshoi këta, edhe dashi me shok. Berisha i bëri si vetja, dhe dashi me shok dinin në televizor. Hajde bashkoni me Sali Berishën. Të lutem. Pastaj kur Berisha si vurin listë, dolën dhe thanë Berisha është autokrat. Dakor, në rregull. Jo, do koherencë kjo punë, do konsistencë, do koherencë, do vendosmëri, do burri. Bravo, të lutem. Talim tani të flasim, po. Replik për zotin Sula, po Sula. Problemi është, prap nuk është mburje, por unë kam patur meritën i pari, do të parë, po them që kuptova që Lulzim Basha ishte shitur. Në çupim. Po, i ndetë deri në fund më zoti Sula, i ndetë deri në fund pranë. Pra, ajo për cilën ju kritikon Beko është që ju prap deri në fund i qëndruat pranë, deri në momentin që ai ju përjashtoi. Mos i merrni gjatë shputura, merrni analizë. Kush është analiza? Në shtatori, ne kemi kërkuar Lulzim Bashën nuk duhet të prezuohet se përjashtoi se Berisha është e fortë. Megjithatë, them konsument Lulzim Bashën, sepse tha që unë ka marrë edhe mbështetjen ndërkombëtare dhe do luftojnë që të pastrojnë Partinë Demokratike. Dhe ne e besuam. Por çfarë bëri Lulzim Basha? Sali Berisha nisi vultorin Lulzim Basha vetë ju. Ne jetonin të terren, takro strukturat, po jo se kështu ka thonë, nuk bëjnë takime ati grupi parlamentar Sali Berishës. Ku ishte shitur ke Berisha apo ke Rama, s'po kupton? Po prit. Basha ishte shitur ke Berisha. Po çuna, politika në fund ditës matet me veprime. Jo, s'po që nuk po të kundërshtoj, po si ke ecur ti gjatë viteve. O dash du me të kuptu, jo me të kundërshtu. Berisha 6 marsin provoj atë që do t'i Basha, sekretari i Partitë Demokratike, si njeriu kishte humbur antarësinë. Partia është antarësia, partia është ndjen njerëzit, nuk është partia Kodina. Atë që bërë ai. Jo, partia është kauza, partia është ridoj partinë. Nuk është antarësia është fleksibël. Partia është kauza di dusha. Është zoti Sula, është zoti Dash. Është kauza. Antarësia lëviz. Kauza është këtu. Ja siç lëvizi sot antarësia, e kuptuan që ishin gabim. S'ke sot, nuk ka njerëz sot. Ne u tham që në fillim. S'ke njerëz sot po do më Sula, o Dash, po nuk ke njerëz, se po të ketë njerëz që ishin parë. E kuptoj që ishte gabim dhe sot është distancuar. Vetëm Godina është e pëdoja. Ashtu. Është i njëjti. Se duhet ta mbyll, Floger. Po thoni flasi për periudhën atëhershme koni, jo tani. O Dash, po iku periudha atëhershme Dash. Sot jemi përballë faktit të kryer. Berisha kryetari i PD-s, ti je me mund duke bë muhabet televizor. Dhe këtu s'ka mo kaos o Dash, nuk ka mo kaos. Kauza ja ku e ke, shipi pamje. Kjo është kauza. Kjo është kauza. Po tani po që ike ti dhe ike mund se na gënjeu ai. Puna është të bëhet të tutje, se sot s'ke as kaos, s'ke as njerëz. Jo, që kur shkeni parimet e foltores, premtimet e foltores filloj vjedhja. Dhe unë kam qenë njeriu. Po jo më zoti Sula se nuk është e keqja që u shkel foltoria. E keqja është pse kishte foltore dhe pse kishte Lulzim Bash para foltores dhe pse kishte 100 gjëra të tjera. Të lutem tani, do shkoni ke gjeneza problemit apo do rrinë hallakatje, hallakatje në për Kallamisht e quhet kjo? Jo. Dakor, rregull. E kam thënë jo sot. Po. Ore, unë nuk po e qas i pika si presje, po them, pa ik Sali Berisha e Tirana të ne gjura. Atëherë, gjitha këto që thatë, problemit Sali Berisha i ka dalë një problem. Problemit Sali Berisha i ka dalë një problem. Që janë këta djemë, Saliani me shok. Është detyruar sot Sali Berisha teksa ka patur foltore me njësin 8 apo 9. Ka mbledhur që na gjithë Tirana. Po pra, ka mbledhur gjithë Tiranën aty. Dhe ka bërë sërish një grup pak më pak se ata që janë aty. Jo, ai që kanë mbajtur. Pra çfarë do të thotë kjo? Ky akti politik i doktorit sot që tenton t'i tregoj dhëmbët Salianit,
dhe tjerve, tregon dobësinë e tij. Nesër do shohim, po jam apo ta hedhun si provokime ta shohim nesër. Nesër do shohim Saljanin nesër ne. Megjithatë puna është. Se kjo është betejë strukturash, jo propagande. Puna është, shiko. Atë unë do të themi gjë, Skënder, që ju thash pak në publicitet, por që është e vërtet. Jemi ne ca njerëz, ndoshta sot jemi më shumë, dikur kemi qenë më pak që kemi parë jo kaq egërsisht dhe ashpërshishtë po e themi sot që problemi është Sali Berisha, po kemi parë që Partia Demokratike u bë më pak demokratike për shkak të sjelljes së Zoti Berisha. Që nga viti 91, pastaj 92-shin, pastaj 94 me referendume, pastaj 95 me atë që i bëri Selami, që ndodhi pastaj 96, 97 kur ai u kthy në PD, edhe në kushte të vështira dhe i hoqi të gjithë, mendoj hoqi edhe Tritani. Dhe pa fol pastaj deri në fund fare. Pra, problemi është gjithë to element që kam tentuar në pamjet parë të bëjnë lëvizje progresiste, siç duket do ta bëjë dhe Saljani, pasi premisat i ka, po flet me bazë, kam blet njerëz të suksesshëm, kam blet çuna goca të reja, pra nuk po merret më me veteranët e luftës dhe të punës, të herojtë e punës socialiste që kanë mbetë te PD-ja. Janë premisat mira. Problemi është të gjithë këto pastaj, duke përfunduar te zoti Bardhi, i cilin e kemi mbështetur pafund, fund fare ta janë këtu në gjithë e Zoti Berisha, dhe në fund fare kemi ngel në armisht. Dhe ne tironësit kemi shprehje që unë e përdojë pasere, qor për qor, unë e kam në borë. Po, nuk më mjafton mu që unë Berishën e kritikoj si alternativë jo të mirë. Pse ta bëj armik dhe vetë brenda PD-s? Po që puna kështu, unë po rri me doktorin. Pse? Sepse në fund fare gjithë e doktori janë kësë. Autoironia është, po është vërtet. Sokol, rregullisht kjo ka qenë situata konkrete në një moment të dhënë, që është paraqitur përballë gjithë brezave të politikanëve që kanë kaluar dhe e kanë pasur në një moment këtë dilemë. Dhe kjo punë fillon shumë herët. Fillon në gushtin e famshëm të mocionistëve, ku ai përzuri të gjithë, më vonë vazhdon, se tani demokracia në Shqipëri ka filluar që në ditën 1 praktikisht me këtë veprim. Majoranca ka futur në burg kryetarin e opozitës dhe ka thënë hajde vazhdojmë lojën. Që këtu duket se ku jemi. Klime demokratike më. Patjetër, 4 vjet burg kryetari i opozitës, sepse ne sot kemi shumë dëshmëri për sa i përket standardeve, por është mirë të kujtojmë kush është Zanafilla. Dhe pastaj vim tek problemi. Po ta shohim kronologjinë e ngjarjeve negative që i kanë ardhur këtij vendin 35 vite, emri që del më së shumti dhe që përsëritet dhe që krijon fenomen, shumë kanë ikur dhe kanë ardhur. Beko ka qenë nga të fundit që ka ikur për idetë e tij, Sula gjithashtu, shumë të tjerë si ata që kanë bërë një copë rrugë të gjatë shkurtër me atë parti, po që për bindjet e tyre kanë ikur, ndërkohë që i vetmi që kanë ngel në formë problemi dhe që të del si emër në të gjithë të trajektore ngjarjesh 35 vjeçare që ka pas ky vend dhe kjo forcë politike, është Sali Berisha. Nuk ka asnjë lloj manie të atyre që thonë problemi është Berisha, sepse... Muhabet është kot, çdo debat i tillë është i tepër. Po të heqësh, më fal tani, lutem. Po të heqësh këdo, nuk ndryshon ekuacioni, po të heqësh këtë zotrin, ndryshoni gjithë ekuacioni. Ky është problemi, kaq. Nuk e dim, por të paktën kur themi Lenini themi partia. Kaq e thjeshtë. Dhe kaq e vështirë një herë. Besoj që ja vlet thotë një gjë që duhet ta kuptojnë të gjithë faktorët politikë në PD dhe jashtë saj. Ka një pjesë të madhe të elektoratit djathtë, i cili sot është i papërfaqësuar, që është elektorati i djathtë antiberishist. Dhe kjo mendoj që është parë sondazhe. Jo shumë 40% e popullsisë. Po kjo është majoranca mendoj, sepse edhe ato 500.000 vota që ka marrë Berisha janë një pjesë e mirë të votat këtyre, të cilët nuk e duan Berishën, kanë mbyllur hundë dhe kanë shkuar e kanë votuar vetëm se s'kan dashur Rama. Në sondazhet e 40% duke futur dhe këtë po pra. Tani çdo lëvizje që bën llogari. Po 40% janë pak. 40% janë çfarë thua, domethënë rezultati maksimal që ka arrit PD-ja në herë, 40-41%. Tani çdo lëvizje, pra në PD mund të ketë dy lloj fatesh. Një që e var tek Berisha dhe pret që ai të bëjë ty diçka, ose disa të tjerë të cilët mund të luftojnë kundër Berishës dhe vetëm kështu mund të kapitalizojnë vota të këtij lloji elektorati i cili ose nuk del votojë ose voton nga halli i Berishës se s'do Ramën. Pra ky elektorati është më i madh, ky elektorat. Pra e thoni që vetë Saljani nuk duhet të jetë për tashmë, besoj që qof Saljani apo kush do të jetë, sepse çka ka bërë Berisha deri tani ka monopolizuar skenën, ka lënë pa përfituar pjesën më të madhe e elektoratit djathtë. Tani kjo lëvizje ka shansin nëse do ose njerëz tjerë, nuk ka rëndësi kush, që ta aktivizojnë këtë lloj elektorati, i cili është shumë i madh. Dhe Berisha kësaj është druajtur gjatë gjithë kësaj kohe, që të dalë dikush të faktorizojë pikërisht këtë pjesë elektorati. Nëse kjo faktorizohet, ajo mbyt pjesën tjetër.
Dhe Berisha e di pastaj që e ka rrugën për në varr politik të hapur. Pra, në këtë kuptim, pra, kjo është thelbi, ka dy mënyra, o do ta fitosh votën vet, do fitosh njerëzit, ose ndryshe do jesh thjesht një person I cili je I nështruar dhe pret çfarë llokë do të ofrojë Berisha. Shumica atyre që janë aty kanë hallin se do të sulmojë Berisha dhe presin llokën nga Berisha. Mirë, po këto llokë do vinë duke u zvogluar, sepse zgjedhja do ketë më pak mandate, gjithmonë më pak. Dhe një pjesë atyre pastaj gjithmonë më shumë do të dalin jashtë. Këta duhet kuptojnë që këta duhet ta krijojnë vetë elektoratin e tyre. Këta vetë duhet shpëtojnë PD-n nga kjo. Sa kam që e them që këto lëvizje, sa kohë do tentojnë gardin e Partisë Demokratike, janë të destinuara o të katandisen si thërmia si agron Shehaj, që I merr votat me ato me Excel, nga ja vjet PD-s edhe pastaj mataro vet, I rregullon vet dhe I ve vulën e tij. Ose për ndryshe këta duhet tentojnë jashtë gardit. Më mirë që tentojnë jashtë gardit, mund tjetë afat gjatë, ndoshta nuk I ka rezultatet nesër dhe pas nesër, po sigurisht që e ka sukses në garantuar. Mjeshtri më I madh për ta lexuar këtë situatë që unë thash, është vetë Berisha. Po të shohësh çfarë po bën Berisha tashmë, Berisha I ka turrur gjithë njerëzit të sulmojnë Salianin dhe lëvizjen e tij. Po të shohësh nëpër rrjetet sociale, nëpër gjithë njerëzit që punojnë për Berishën, janë afër Berishës, në underground dhe në sken, po sulmojnë lëvizjen e Salianit. Ish drejtora, ish njerëz me pozicione politike, ish njerëz funksionarë të Berishës ku ka qenë pushtet. Tot janë kundër Salianit. Fal, pse bën? Dhe nga ana tjetër, Berisha po miklon njerëzit që ishin te kafja Salianit për ti joshur. Pra, vetë Berisha e kupton që fati I politik varet nga një lëvizje kundër ti brenda PD-s. Dhe prandaj përpiqet që me çdo mjet ta shuajë që në embrion. Fal, pse u sulën, fal, zoti Leska. Ju sulën e masakruan, çfarë tha zoti Leska, gjë më normale, po tha duhet ikë tash se ka marrë punë. Dhe u vërtetu pas 5 Çfarë I bën? Jo po pianet, jo po I shitur me ram, jo po I pi kafe me njerëz të ram, çfarë si than? Pse? Sepse ata janë në Berisha sot është në alert. Berisha do të mbyll gojën e kujdo që flet sepse s'do të krijohet precedenti. Sepse po e hapi njëri gojën do fillojnë flasin të gjithë dhe po folën të gjithë ai e kupton që ka po jashtë shumë shpejt. Shtortek. Një fjali po ma premtoi një fjali, ja do e kisha mbyllur. Ka një detaj shumë të rëndësishëm. Në rast se, do e thënë, në raste të tjera, udhëheqësi ka qenë më I qartë se sa mbështetësit e vet, në atë kohë udhëheqësi nuk ka pasur probleme. Por në rastin konkret janë mbështetësit ose le të themi militantë dhe anëtarët e Partisë Demokratike më të qartë se sa udhëheqësi dhe udhëheqësia e Partisë Demokratike. Dhe ky është problemi që ka sot, drama që ka sot Sali Berisha. Ata që janë poshtë janë të qartë, e din çdo PD-ja, e din si zgjidhet kriza, ai që është lart ndoshta e di, po nuk do që ta zgjidhë krizën. Jo më ka qartë, edhe ka qartë për vetë ai. Ai ka qartë, ma ai ka do për vetë më. Që ata që janë poshtë, do për vete. Do shta presin vetëm një misionale, të themi në thonjza, që t'u japi një mesazh. Mbaroj fjalia jote. Një fjali, dash, një fjali, të lutem, se jemi shumë vonë. Tani, o miku im, Sali Berisha është një politikan I cili nuk prodhon politik tot pa konflikt. Jeton politik në saj konfliktit. Një herë nëse do të Saliani, dhe të gjithë do tjera do t'i trajtoj si fuqis, si që ka trajtuar gjithë të tjera, Sali Berisha do mbaj gjallë vetën e vetë. Nëse Sali Berisha, edhe në të rast, do toj që të pak të Partia Demokratike mos shuhet fare, te fjali nuk ta lejoj. Te fjali s'ta lejoj dash se të bjen në kundërshtim me gjithë retorikën e emisionit. Nëse Sali Berisha, nuk ka nëse me Sali Berisha. Sali Berisha është Partia Demokratike. Kështu si që keni sot. Doni ta mbani kështu, mbani Sali Berisha. Nuk ka nëse, po ja le ndorë Sali Berishës, e dim rezultatin, zoti Sula. Akoma shpreson që I mund ndryshoj. Jo, nuk ndryshon, pa diskutim do t'jesë se pinë pushtet kur Sali Berisha Partia Demokratike. Me gjë më kujdes. Një herë që e bëri Sali Berisha, te kanoi vetën në 2005, kur bashkoi të gjithë, dhe nuk I trajtoi si fuqis, në kthej edhe ato të pa sulmuar, triumfoi Partia Demokratike. Edhe aty Sali Berisha e dikë si top furt. Edhe aty e te kaloi vetën sa mori zgjedhjet, pastaj u rikthy tek direkt. Sa e fitoi zgjedhjet, po. Tani do të vazhdojnë me këtë rrugë, sepse e di që si fiton dot, nuk rritët dot, dhe do konflikt, dhe saj konfliktin bjeton politik, të do të kuptojnë. Dakor, ta kuptoj Saliani, se ne kemi kuptuar, ne e njohim shumë mirë. Zoti Sula, shumë faleminderit që ishe sonë në debat, kënaqësi, faleminderit Beko, faleminderit Ergys, faleminderit Roger, Skënder, kënaqësi si gjithmonë. Ristori kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokul Balla, natë mirë.
dhe duke pat parasysh si mund grish foltorë nëmër 2 kur ti nuk e përmbushur premtimet e foltorës nëmër 1. Një parti e cila është në një gjendje ku në kulmin e disfatës vetë nuk del një njëri të thotë ore jemi në disfat. Nuk del një njëri të thotë shiko, ky që ka prodhuar këtë disfat tiki. Domethënë, një gjë që gjithë Shqipëria e kërkon, që të largohet Sali Berisha, brenda Partisë Demokratike nuk e kërkon askush. Nga një ran kemi një qeveri që duhet të rrëzohet, dhe nga ana tjetër kemi një opozitë që s'mbledh dot njerëz. Pra, kush do t'i rrëzojë atë qeveri kur kemi një opozitë që s'mbledh njerëz, ndërkohë që e shohim në Bullgari ç'po ndodh. Rama fati madh i Ramës është që ka Sali Berishën dhe entourazhin e tij përballë. Nuk beson njëri, nuk e vënet tot njëri dhe sheshe prandaj nuk mbushet. Doktori në foltorën e parë kundër Bashës ishte vot mlefi kundër Bashës dhe e kishte armikun e brendshëm. Unë mendoj që Saliani me këtë po i shpëton dinjitetin së partie, sepse po na bën ne themi që brenda së partie pas ka dhe njerëz që reagojnë. Unë them që ata thjesht Saliani pra po tenton të krijojë një profil që kur t'jetë momenti për leadershipin e ri, përgjigjet vinë natyrshëm. Është Ervini. Dhe mos harroni të gërvishni dhe sot. Si kemi thënë, e di mami atë punë.